Zoti na rujt. Sa i përket temës së nusës dhe vjerës, unë kështu shpesher me shako ka marrë kritika ti, ku din ti me shkru këtë për nusën edhe për vjerën, po na po harrojmë që na krejt jetojmë, krejt jemi me nuse me po, vjera. Me nuse me vjera. Unë e kam shkru këtë libër sepse edhe kjo është një dukurim me tendencë në rritje. Edhe sot bile ka raste që nusët nuk e merr për burr një djalë nëse ai e ka babën ose nanën gjallë. Edhe kjo është të merr që unë nuk e di ka hjem të shku. Është e tmerrshme, ndërsa vyn krejt pak mirë kuptim edhe dashni, krejt pak, por me u knaq edhe me qata pleq. Se ata në dhunë ti, po tash libri, unë nuk e kum se këto shihet, se ajo kureshti është, ja ka majt Xeni, autori, a ka vjera, a ka nusja. E unë po ju thamë se dikush zguxon me kap do nuse që janë problematike, nuk guxojnë me kap librin me lexu, ose do vjera, për shkak se më spexojnë vetin aty. Jo, unë ju thamë kështu, këtu kanë me gjetë vetin nusja mirë, nusja keqe, vjera mirë edhe vjera keqe. Edhe kanë menoj që kanë me marrë mesazhe kogjat interesante. Po prapë menoj që çdo faj ka pra burri.